Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 14 korrik dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Korrik. Ngjarje 1789. Gjatë revolucionit francez, qytetarët e Parisit depërtuan në burgun e Bastilës dhe i liruan 7 të burgosurit që ndodheshin brenda. 1913. Lindi Gerald R. Ford Jr., presidenti i 38 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1933. Të gjitha partitë politike gjermane me përjashtim të partisë naziste u shpallën të paligjshme në Gjermani. 1958. Ushtria e Irakut rrëzoi monarkinë. 1965. Adlai E. Stevenson Jr., kandidati presidencial demokrat në vitet 1952 dhe 1956, vdiq në moshën 65 vjeçare. 2007. Korea Veriore i tha SBA-s se e ka mbyllur reaktorin e saj bërthamor, disa orë pasi që një anije hyri në portin veri korean për plot me naftë. Lindje 1798. Lindi Alessandro Antonelli, arkitekt italian. 1862. Lindi Gustav Klimt, piktor austriak. 1889. Lindi Ante Pavelić, nacionalist kroat dhe udhëheqës i SPK. 1903. Lindi Irving Stone, letrar amerikan. 1918. Lindi Ingmar Bergman, regjisor suedez. 1919. Lindi Lino Ventura, aktor francezo-italian. 1939. Lindi Karel Svoboda, kompozitor ček. 1942. Lindi Javier Solana, politikan spanjoll. 1943. Lindi Hrvoje Hitrec, skenarist dhe letrar kroat. 1985. Lindi Altuna Sejdiu, këngëtare maqedonase kosovare. Festa dhe përvjetore. Dita kombëtare në Malë të Zi. Dita e Republikës së Francës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Manuel Neuer, i cili është një nga portierët më të famshëm në botë. Manuel Neuer, i cili njihet me emrin Manuel Peter Neuer, lindi më 27 mars të vitit 1986 në Gjermani. Ai është lojtar i futbollit gjerman, i cili si një nga portierët kryesor të lojës, ndihmoi Gjermaninë të fitonte Kupën e Botës në vitin 2014 për performancën e tij. Ai mori çmimin Dorez Art si portieri më i mirë i turneut. Neuer filloi të luante para se të mbushte 5 vjeç. Ai fillimisht donte të luante jashtë fushës në ndeshje. I preferuari i tij ishte portieri lokal Schalke, Jens Lehmann, të cilën Neuer e ndoqi në ekipin e dytë të klubit kur bëri debutimin e tij gjatë sezonit 2003-2004. Në sezonin 2006-2007, Neuer përbëhej një lojtar i rregullt të ekipit të parë të Bundesliga. Ai ndihmoi Schalken të fitonte 2 trofe të kupave vendase 2005 dhe 2011 dhe mori nderime ndërkombëtare për vendin e tij në nivelet U18 dhe U21. Neuer ishte një figurë imponuese në gol, megjithse ai ishte kryesisht një ndalues gjuajtje. Ai ishte gjithashtu i njohur për reflekset e tij të menjëhershme dhe rikuverimin. Por më tepër, komandimi i tij në të gjithë zonën e penaltis dhe aftësia për të goditur me saktësi ose hedhje topin të një shoku i skuadrës, shpesh duke iniciuar sulme sulmuese, e bëra atje një portier të shuar. Në vitin 2008, ai u nominua për ndërimet e portierit të vitit të klubit Unionit të shoqatave europiane të futbollit. Një vit më pas, ai ndihmoi Gjermaninë të fitonte kampionatin e UEFA U21, duke mundur Anglinë 4-0 në finale. Në qershor të vitit 2011, Bayern Munich nënshkroi kontratën me Neuer. Fillimisht shumë tifozë të Bayernit ishin të pakënaqur për shkak të rivalitetit të fortë të skuadrës, por Neuer i fitoi ata
veçanërisht duke plotësuar më shumë se 1000 minuta pa gola, por të thyer rekordin e mbyllur të vendosur nga ishylli i Bayernit, Oliver Kahn. Gjatë kompeticionit të Ligës së Kampionatëve 2011-2012, reputacioni Neuer u rrit kur ai priti penaltit nga yjet e Real Madridit, Cristiano Ronaldo, dhe në finale kundër Chelsea, ai madje shënoi një gol në një tjetër goditje, megjithse Bayern humbi ndeshjen. Një vit më vonë, në një finale të Ligës së Kampionatëve në Gjermani, në stadiumin Wembley të Londrës, Bayern poshti Dortmundin 2-1. Në vitin 2012-2013 dhe 2013-2014 dhe 2015-2016, loja e fortë e Neuer ndihmoi Bayernin të dominonte në Gjermani në Bundesligën me DFB-n dhe kupon e dy fishimeve në çdo sezon. Përveç kësaj, Bayern fitoi titujt e ligës në sezonet 2014, 15, 16 dhe 17, duke i dhënë klubit një 5 kampionate radhazi të Bundesligës të paprecedent. Neuer filloi të garonte me kombëtaren gjermane me 2 qershor 2009 në një ndeshje kundër Emirateve të Bashkuara Arabe. Një vit më pas, ai u shfaq në kupën e tij të parë botërore me Gjermaninë, që përfundoi në vendin e tretë. Në Kupën e Botës të Gjermanisë, që përfundoi në vendin e tretë, ai grumbulloi një pritjes prej 86.2% dhe lëroi vetëm 4 gola në 7 ndeshje. Në finale Gjermania mundi Argentinën 1-0. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth mineralit të kobaltit, i cili gjendet në natyrë, por luan një rol të rëndësishëm dhe në organizmin tonë. Kobalti është një element i përfshirë në grupin e metaleve me ngjyra. Ai u zbulua në vitin 1735 nga George Brandt, një kemist nga Suedia. Ai është një metal i argjend me veti ferromagnetike. Kobalti është i pranishëm në një sasi shumë të vogël në trupin e njerëzit. Megjithatë, është një element që luan një rol të rëndësishëm në funksionimin e tij. Mund të gjendet në qendrat reaktive të disa enzimave. Kobalti merr pjesë në proceset e rigjenerimit të trupit. Ajo ka një peshë shumë të madhe në prodhimin e vitaminës B12, për faktin se është atomi qendror i saj. Vitamina B12 është jashtëzakonisht e rëndësishme për funksionimin e duhur të trupit. Sasia e pamjaftueshme e kobaltit mund të çojë në anemi, e cila nëse nuk trajtohet, mund të bëhet mjaft kërcënuese për jetën. Kobalti ka një funksion rregullues në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, si dhe në metabolizmin e acideve nukleike dhe proteinave. Është gjithashtu një element thelbësor për gratë shtatzëna, pasi është i përfshirë në prodhimin e vitaminës B9, ose siç njihet ndryshe acidit folik. Për më tepër, kobalti ka efekte antikancerogjene dhe kontribon në formimin e neurotransmetuesve. Sasia e duhur e tij në trupin tonë përmirëson përqendrimin, proceset të menduarit. Funksionet e kobaltit përfshin gjithashtu rregullimin e oreksit, duke mbështetur imunitetin e trupit dhe duke mbështetur rigjenerimin e lëkurës pas djegjeve dhe lëndimeve. Plotësimi i kobaltit së bashku me manganin rekomandohet gjithashtu te pacientët të diagnostifikuar me sëmundje të tilla siç rregullime të qarkullimit të gjakut në gjymtyrët e poshtme, venat me variqe, ulcera, enjtje, inflamacion të kyçeve. Gjithashtu përdoret në trajtimin e artritit, problemeve të kujtesës dhe dhimbjeve të ndryshme. Kobalti në kombinim me elemente të tjerë ka një efekt shërues në shumë lloje të ndryshme sëmundjesh, por çfarë sjell mungesa e kobaltit në trupin tonë? Mungesa e kobaltit manifestohet si mungesë i vitaminës B12 e ndjekur nga çrregullime në procesin e koagulimit të gjakut. Përveç kësaj, sasia e pamjaftueshme e këtij elementi mund të rezultojë në simptoma të tilla si dobësi të përgjithshme, apati, humbje peshe, lëkurë zbet, nervozizëm, probleme me shikimin, probleme me ekuilibrin, madje dhe depresion. Por cilat janë disa nga burimet kryesore të ushqimeve në ku ne mund të gjejmë këtë mineral kaq të rëndësishëm? Burimi kryesor ushqimor i kobaltit është mishi, qumshti, misri, drithërat, spinaçi, lakra dhe perimet jeshile. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 14 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në të gjithë territorin. Vranësira të pakta kalimtare do të shfaqen vetëm përgjatë zonave
malore gjatë orëve të pasdites, por pas sjellëreshje. Temperatura do të synojë një rritje të lehtë duke sjellë një ditë tipike të nxehtë verore. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të nxehtë të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 14 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë, rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 33 gradë. Peshkopi 18 deri në 31 gradë. Tiranë 22 deri në 36 gradë. Durrës 24 deri në 33 gradë. Kavaj 24 deri në 33 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 23 deri në 37 gradë. Korçë 17 deri në 30 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 32 gradë. Sarand 25 deri në 33 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 14 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje. Temperaturat do synojnë një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më para. Paraditja do të jetë një mot kryesisht i kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 30 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 16 deri në 29 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 29 gradë. Skënderaj 16 deri në 29 gradë. Pej 16 deri në 30 gradë. Prishtinë 16 deri në 29 gradë. Gjakov 17 deri në 30 gradë. Malishev 17 deri në 30 gradë. Gjilan 16 deri në 29 gradë. Perizaj 16 deri në 29 gradë. Kaçanik 15 deri në 28 gradë. Suharek 17 deri në 30 gradë. Prizren 17 deri në 30 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.